thoni qeveri teknike? Qeveri teknike? Një lloj si teknike edhe kjo, të një lloj janë, si i bardhi dhe i ziu, nuk ndryshojnë, prandaj kjo qeveri mirë është kjo dhe leri të hanë si që kanë ngrenë. Kush i bardhi më kush është i ziu? Të hanë si që kanë ngrenë, të vjedhen nuk të akoma. Po si të vjedhin oraq? Po vjedh edhe ti dhe unë po vjedh, edhe ti dhe unë po vjedh. Tani që po flasim ne apo na vjedhin? Po ata, ka jenë në një pa vjedhën ata? Ti sa pension merr? Që pension marru, ka marrë pension 200.000 lekë pensiona. Se po kanë vjedhur do vjedhin, ti bëj apela të mos vjedhni më thuaj. Kusho? Pa ata nuk do vjedh ata po thash unë, ata po që merresh me ta. Po ati vjedhni e kanë më të lehtë ata. Të vjedhën të hanë sa ta kenë dorë, kush e ka në dorë hedhën gojë gjithmonë po lërat punë. Mbyll e kaq. Kush e ka në dorë hedhën gojë. Ai s'ka gjë, fukara ngjelet. Jo. Kaq shkurt, prerë, sakt. Që jemi të kënaqur për mënyrën si qeverisemi? S'është problemi se jemi të kënaqur, po qeveria përmbyset me vota. Jo me sharje, me demonstrata, me gjëra. Dhe ti mendon se këta erdhën në pushtet me të vërtet në përmjet votës, se pjesëmarrja ishte shumë e ulët dhe ne patëm më shumë vota se sa pjesëmarrës? Atë unë nuk jam e qartë, nuk është thënë në një vend që ishin më pak pjesëmarrës se sa vota. Si ta vërtetojmë të? Që ke një qikë republikante? Kurdo? Që ke republikan? Jo, unë s'jam republikan. Unë jam shqiptar i thjesht. Që do shumë Edi Rama? Faleminderit, jo. Edi Rama është një piktor, nuk mund të bëhet kryeministër e shumë. Ai është piktor. Nuk ashtu. Faleminderit dhe pa çfat. Vallaj, duhet ketë. Se ti ke qenë një nga ata që ke thënë që kjo partisë duhet të vi kurse si në pushtet ja që erdhi. Po, erdhi në pushtet për s'ka bërë asnjë gjë. Për ne pensionistët e kanë dhënë rrugë të madhe. Ta di, ta ndjoj mirë Edi Rama, kam qenë krau i djathtë i tij, po jam krau i kundërt i tij sot. Sa ju kishte premtuar? Po, premtimet nuk i mbajti, tash duhet të hapi kraun. Do të hapi kraun, nuk mbajti asnjë premtim. Si do bëhet qeveri teknike? Kush do vi? Se besoj të lëshoj për qeveri teknike, se besoj. Nuk e lëshon kollaj pushtetin, po hypon pushtet shqiptari, nuk e lëshon pushtetin. Ne edhe ato pensionet që premtoj si kemi marrë, ato e thot, mashtroj. Ata s'u kanë folë më fare për pensionet tuaja? Po e di më të punë. Do ketë qeveri teknike tua? Po pa tjetër atë presim. Duhet të ketë? Po. Po kush do vi? Një ri nga diaspora fundet vinë, se me këta këtu si jemi të kënaqur, as me njerin. Mendoni se do ketë qeveri teknike këtë vit? Pa dyshim duhet ketë. Duhet ketë se kam bërë korrupsionin. Jashtëzakonisht madh dhe s'ngopen asnjëherë. Mirë, kush do vi? Unë jam për ata të rinj. Mendoj që të mlidhen të gjithë siç e kam bërë në konferenca, të mlidhen të rinj dhe të japin drejtim. Por jo ajo që është sot për sot në Partinë Demokratike. Tashi për qeverin s'mund të them gjë unë, po shumë po burgose nga këta që korruptohen. Edhe nuk është e drejtë kjo, që çdo gjë që e marrin dhe vetëm e përvetsojnë. Ose futi, se dje pash edhe atë fiksin, dhe futin në përpuna vetëm njerëzit e tyre. Po njerëzit e tjerë, ku do anë? Tashi të shqiptarët neve një grusht njerëzish jemi edhe duhet të mendoj qeveria një qik më tepër. Ti the edhe për a do ketë qeveri teknike, do ketë, edhe mund të ketë, po edhe mund mos ketë. Po, nuk e dim neve. Ti do që të ketë? Po, edhe të ketë. S'mendoj, nuk e mendoj. Se? Nuk e mendoj. Së zgjerim gjana në qeveria teknike, zgjerim turbullina. Së zgjerim gjana. Se jemi mirë kështu si jemi, thuate? Si jemi dojtim tjetër, po me atë qeveri teknike nuk jemi mirë, ta dishta. Dashtim da shumë. Qarë bërë qeveria teknike? Kërmuja, du janë.
Kaq. Por e madhe, ata rrëmujna kanë për ne, të bëjnë edhe ata. Na bëjnë më keq ma. Na bëjnë më keq. Ke frikë, e ke me frikë. Po me frikë shumë, shumë me frikë. Nuk, Rrim kështu si që jemi, im zikare, shumë mirë. sa pension merr ti? Sa marrë pension 200.000 euro. Qa për me të 200.000 E ki teknika do ma rrit pensionin mua. Na e rrit, ku i gjen nërt? Na i gjen. Ku i gjen, na e rrit. Rrime të ashimo dhe fëskat. Do uli një qik ato shpenzimet edhe dietat e politikanëve, do t'i japi ty? I ul, mos kja dhe, do i ul shumë. Do mushe njerë vetë mirë si punë e këti, pastaj do shikojnë për ty për mua. Rri? Po e ngritën vetë ata ty s'ngrin gjë njerë. E më dhe, rëfsh falemnejt shumë e ndëruar qofsh. As mje me këto punë fare. Shmira. Shko vetë më kratë e mija edhe terë. Po më ka katro, me saliu një losi, saliu i di rama. Të dy fare, qatë vesh. Unë, gje pa punë jam. Do më thënë për ty një soj është, si di, si Po, pa si punë, ati. po me që jeton ty? Unë vetë me kratë e burrit edhe të djalit e ndusës. Nga Vlora jeti? Unë jam në Tepelina. Aty ja. Jemi afro Vlorë, se kemi. Jo këtë vit, po dhe 29-ën jo. Jo? Po. Se më duke shumë i sigurt kur e kthe këtë përgjigje. Po e duke tha që kush da marri, ku t'i japën. Apo ta marrën ata që i vunë flakën një. Në rregull, miru pafsh. Ti ke këtë hall, po flasim qeveri teknike, kur Po themi, qeveri teknike, kush do përzihen, tokë ata do... Si? po mund të vinë ndonjë tjetër nga diaspora për shembull. Në diaspora, përveç këtu që janë këtu, po mundet. Gjitha i duhet kriminele, mashtrusa. Thonë që zhvillin, ditën thonë zhvillin, natën pastaj i hekin shkakojnë nga detyra. Te qeveri kjo. Edhe tani që ne bëjmë intervistën ata na vjedhin, pa me rakti për atë punë. Po pra, para njëve tha Rama, doli Rama imi dashur, se du shumë atë kam dashur, se du me. Doli e tha që i mburri, i lavdëron, kur janë pas zbuluar, kur zbulon pastaj fillon të ndjet me. Rrin neshje pastaj u dalin që ai dutër, që verifikohet. Kur verifikon spaku pastaj për ai dutër, s'ndjet e rrin neshje. Pse le ti pa vaje sot ja ai duti sot. Po ti pse s'del në shesh të protestosh? Unë kam dalë. Unë dalë me votë, unë dalë shesh kur. Protestoj vetë me votë. Voda është forca, gjithë botën, gjithë planetin. Është voda, nuk është as protesta, as dhuna, është vetëm voda. Okej. Po, që ka që ka unë besimin, këta janë gjithë marsusa. Po menim një s'ka asnjë të saktë. Janë trata, nuk janë adhetar, janë baru. Këta janë vetëm për gabim, janë gabica. A do të vi dikush nga diaspora për shembull? A diaspora duhet të kisha ardhë. Kisha ardhë sa më shpejt, s'po vjen. Unë kam qef Gjermani të vi, Gjermani bën këtë vend. Gjermani që rrasë me pasë, rrasë fort, rrasë sakt. Vetë Gjermani, s'ka rrasë jetën në Evropë. Na hapen kooperativa thua ti. Për të hapë dhe ferme, po si përgjë kooperativë, po më bërë që a i bën. Po unë për shembull e baj dot kasmën lopatën? Ti i mban 2 kazma. Pa tjetër me 100 firma. Po, me nuk, pëmë zë se kam tenë, se kam tëra. Që më të ndryshoj? Me do më zotë të dyshoj, si do t'jetë puna, një gjetë të betë më mirë, të betë më keqë. Se s'ka ku të vishë, po të hishtë benë, që më keqë. Po s'ka, që ti thuash. Besoj se po, edhe inshallah do zoti do ketë. Që do ndryshoj? Po të paktën njerëzit zgjedhin lirshëm. Mos bëjmë votime, të zgjedhin. Kush do dalë në qeverin teknike? Më falë tani, ti e gazetarje e cupa ime, Shqipëri vdeksha u tresha në këtë vend. Kush do të dalë? Rama apo Saliu? Ata njëja. Jo, do ta sjeri nga këta të dy. Të dalë një djaliri, dalë ai ka iku në Saliu. Ai ta marrë. Italiani po thua. Po e mor italiani, jemi unë 500 vota i kam unë këtu vetëm në asje. Tani fleta i nuk e ditë se që fleta, unë flasin gjithë vërtet, unë jam shqiptar e mbetëm shqiptar. Propagandës propagandë. I qeni Ramën, i qeni Salin, se do vi një ditë, do të ngre flamurin e Enverozës. Po të arrise, isha i qetë, ishte zot vendi, e shqitët e Pashalimanin, e shqitër më qupa ime, unë vdi do vesë, më falë, ja edhe 75 vjesë po vete, unë jam kurbelli, kam 33 vjetë kurbet, fëmijët e mi ikën a këtej, pse ikën? Ikën a fukar leku. Të më falës, tini mirë se tje këj zotëria, Dito kështu në mëngjes e nis me i kodraki besoj. Araki të lutem shumë, jeti unë jam e prestat. Unë nuk pija së rakjazje, kujt nuk i vjen mirë, ke përsysh. Unë them për popullin, ne jemi një familje, një shtet mi vogël, më këtar bëj mua betë.
Nuk është logjik se jo. I që të propagandë që më saliu ato që po e tha tje, një ditë do të digjet me gjithë dialekti atje brenda. Edhe Rama bashkë. A duhet të kemi qeveri teknike? Qeveri teknike? Një lloj si teknike edhe kjo, të një lloj janë, si i bardhi dhe i ziu, nuk ndryshojnë, prandaj kjo qeveri mirë është kjo dhe leri të hanë si që kanë ngrenë. Kush i bardhi më kush është i ziu? Të hanë si që kanë ngrenë, të vjedhën nuk të akoma. Po të vjedhin ora. Po vjedhë edhe ti dhe unë po vjedhë, edhe ti dhe unë po vjedhë. Tani që po flasim ne ata po na vjedhin. Po ata, ka një në një pa vjedhën ata? Ti sa pension merr? Që pension marru, ka marrë pension 200.000 lekë pension. Se po kanë vjedhur do vjedhin, ti bëj apela të mos vjedhni më thuaj. Kusho? Pa ata nuk do vjedhë ata po thash unë, ata po që mjerë e shmeta. Po ati vjedhni e kanë më të leta ata. Të vjedhën të hanë sa ta kenë dorë, kush e ka ndorë edhe ngoj gjithë punë, po lirat punë. Mbyllë e kaq, kush e ka ndorë edhe ngoj. A i s'ka gje, fukaraj ngëllë. Qeveri teknike duhet këtë pa tjetër, po varet kush e merë në basë kësaj. Në basë kësaj s'ma merë mendja se ka në një më të zotë se sa këta, dhe kështu që i takon të rinë këta akoma edhe ja 8 vjetë të tjera. Jo, kështu që më të mirë se këta s'ka ku të vje njeri tjetër. Ti mendon se në vendit tonë nuk ka njerëz të duhur për drejtuar vendin? Ka sa të duash, por nuk janë provuar njerëzit, kështu që po su provuan. Do me thënë që jemi të zhgënjyer edhe ju mendoni se këtu do jemi gjithmonë. Qeveri teknike ka nevojë për rotacion, po me këto kushte që ka Shqipëria sot, nuk ma ha mendja se mund të harrijet bet qeveri teknike. Qa pyetish po në ju gazetarët masim shpishtë. Ama në kërgjo pyetje ti tani. Por që qeveria dhe keshti moj, qeveria jonë është drogagjia. Pse se bëjnë testin të drogën? Ndaq këtë e ndaqë ne, pse se bëjnë? Se në drogagji vetë. Të ketë qeveri teknike, po mund të ketë. Po jo, ka shpejt sa që me nënde. Mund të ketë. Se po vjen po mush, çdo kjo. Kush do ta drejtoj qeveri teknike? Kush do drejtoj? Ata që janë jashtë. Se këta nga brenda s'janë për të punë. O zonj, ne kemi qenë të varëm, jemi të varëm, do jemi të varëm. Apo jo? Atëherë, qysh me ko drejtu jashtë kjo? Varur ne, po s'po na del shpirti. Aha, kur zhjen nga gallartë, me homin a këte, dhe në hanë nga martën, ne jemi popull që hanë dhe akë.